Dita ku do qeni. Po ndiqja këtë intervistën me këtë prokurorin italian Nicola Gratteri për sa i përket mafjes italiane në bashkëpunim me mafjen shqiptare ndër vite, dhe doja t'ju tregoja një histori personale që e njoh unë, se si kanë shkuar në të vërtet gjërat mes lidhjes së mafjes italiane dhe atë shqiptare ndër vite. Ky është vetëm një rast, por keni me mira raste të tjera. Megjithatë, si gjithmonë, kush është këtu rastisht, nëse nuk e keni bërë ende, lidhuni me këtë faqe që të shihemi sërish, dhe faleminderit që jemi për bashkë. Ishte viti 2005 dhe më kishin ftuar për një spektakël në një ndeshje përleshje, si mund të quhet boksi, ku merrnin pjesë disa artistë dhe shkova dhe unë. Më kishin ftuar thjesht si artist, me fjalë nuk njihej asnjë këtu. Mirë po, aty njoha një komisar policie, që ishte komisar policie i një qyteti në Sicili. Ai ndërkohë ishte ai që organizonte pra ato ndeshjet aty dhe më tha, shiko, pas një 3 muajsh do organizoj një ndeshje tjetër ta në Sicili, kisha dëshirë që të vije, sepse ishte fantastik sot, faleminderit e tjerë. Dakord. Dhe shkova në Sicili. Mirë po ai, sepse ndërkohë u dëgjuam disa herë dhe i pëlqeva si njeri. Në fakt, njeri fantastik edhe ai, jo sepse ishte komisar policie, po njeri i mirë. Dhe më thot, shiko, do vish të premten dhe do ikësh të hënën. Unë u knaqe sepse fundjavë, keni parasysh, unë vata për një spektakël që ishte të shtunën dhe të hënën, me fjalë 3 ditë i bëra si ditë pushimi. Shkova atje dhe ditën e diel shkuam në një renzë që kishte ky komisari policisë. Kishin dhe të tjerë të ftuar dhe ishte një drek, sepse ko dreke të dielën, një dreke madhe, kishte shumë, mos gaboj ishim rreth 50 parafërsisht të ftuar, dhe më tregoi një histori të çuditshme. Shikoni, tha, mafja shqiptare, tha, nuk është ashtu siç mendoni ju, tha. Mafja shqiptare, tha, ka ndryshime të mëdha, sepse ne, tha, e perceptojmë ose mendojmë, tha, mafjen italiane, tha, që ka rregulla, kurse mafja shqiptare, tha, nuk ka rregulla. Dhe do t'ju them një rast. Kur ishte, sa po e kishin vendosur, pra aty, po flasim në vitet, pas viteve 2000, e kishin vendosur si komisar policie, pra gjithmonë në Sicili, 2 shqiptar, 2 vëllezër, kishin marrë një lokal dhe e kishin shndruar në një diskotek. Diskoteka shkonte, me fjalë, brenda 6 muajve, që ajo diskotek shkoi në mënyrë fantastike, shkëlqyeshëm. Dhe këta 2 vëllezërit, me sa na tregoi ky komisari policisë, kishin bërë punë të ndryshme dhe e kishin investuar. E kishin mbyllur aty dhe kishin filluar që të investonin dhe të bënin një jetë normale, me fjalë, në diskotek. Mirë po, pas 6 muajsh shkuan këta miqt, këta që kërkojnë atë pico që i quhet, ose i kërkojnë gjobën që i themi ne ende nga Vlora. E i thanë këtyre vëllezërve, shkuan aty, po takuan vllajin e vogël atë mbrëmje. I thanë, dëgjoj, tha, ne do vim këtu, tha, javës tjetër dhe na japësh ta në një lek, tha, që ne të kontrollojmë çdo gjë, tha, dhe të shikojmë se çfarë njerëzish futen, që mos të keni probleme atë. Çfarë thuat, i tha i ky? Të dy këta ishin me origjinë, me sa kuptova, nga Vlora. Ne nuk kemi nevojë për asnjë, i tha ky. Ikni, tha, mos anshaj trape. I tha ky vllai vogël. Ore, i tha njëri nga këta, bëj si të themi ne, tha. Se ndryshe, tha, do ta gjesh të djegur dyqanin, tha. Kush e di këta këtu, tha, çfarë do bëjnë, tha, i ta djegësh. Unë i djeg, tha, së bashku me atë benzini që ata do mundojnë që të djegin dyqanin, i tha vllai vogël. Dhe kështu, nga ky rast, ikën ata, por vllai i tij, që ishte vllai më i madh dhe i dinte shumë gjëra nga këto, i tha vllait të vogël, e kishte takuar sepse janë të gjitha përgjimet, të gjitha çfarë kishin dëgjuar, kishin folur, sepse keni parasysh si ishte, ka qenë dhe është, vazhdon të jetë policia, këto bën. E i thot vllai i madh, i thot, ore, e ke trurin rregull, i thot, ti shkon dhe u thua këtyre se që unë i vras, unë ju vras, është merë, s'dua ta dëgjoj më, do e bëjmë ndryshe, ne do t'i lëm, tha, që ata të vinë këtu, tha, dhe të marrin atë çka duan. Qa, thuat? Mbyllë gojnë, tha, se di unë, i tha vllai i madh. Kur shkuan këta javës tjetër, të shtunën gjithmonë, shkuan atje, ku është, tha, do flisim me vllain e madh, tha ai. Folën vllai i madh, ç'a doni, tha vllai i madh, që ti shikonte mirë dhe të bisedonte me ta, i kishte përgatitur. Duam, sa do është, i, sa doni, tha. Po, na jep, tha i, 5.000 duke se i kishte thënë. Do t'ju japon 10.000, tha i. Edhe u dha 10.000. U dha 10.000 euro, këta mbetën pak.
Edhe ikën. Ne pa merak, sepse ne do t'ju kontrollojmë, mos keni frikë, në qoftë se do vi kush na thoni ne, dakord I tha ky vllai i madh. Dhe çfarë bëri? Nuk bëri gjë tjetër muajt në vijim duke kërkuar se kush ishin. Fëmijët e tyre, kushurinjt, motrat, vëllezrit, kush I jepte urdhra, kush ishin ata, familjet e tyre, doni të dini se sa ishte lista, rreth 120 e ca. 120 e ca që kishin vendosur në listë dy vëllezrit. Ishin vendosur në listë dhe ishin bërë gati, kishin marrë arsenali, kishin marrë nga Shqipëria, me armë, me granata, me çfarë themun. I morën me skaf. Natën, paguan njerëz atje dhe I sollën. E morën vesh ne tha dhe doni tha që t'i arrestoni, sepse I kishin që të gjitha provat. Mirë po unë thashtë nuk do arrestoni as kënd. Do shkoj unë tha vetë. Dhe shkova vetë. Shkova dhe u thash, dëgjoni, ne kemi çdo gjë në dorë. E dim se çfarë po bëni, por do t'ju lutesha mos bëni raprezali, sepse juve do t'ju arrestojnë, ose do shta do t'ju vrasin. Çfarë thua ti tha, sepse fillim tha nuk ka asgjë, tha ne nuk po bëjmë asgjë. Ne jemi këtu tha punojmë, I tha vllai i madh. Unë di çdo gjë, I tha komisari. Kështu që është mirë tha që të rini tha të qetë dhe ta mbyllim këtu tha këtë punë. Kur pastaj tha që do ju vrasin, atëherë ju ngrit temperatura e gjakut dhe tha, mua do më vrasin tha, vllai i madh. Unë tha u do motrë, kushurirat, çfarë ka tha. Jo vetëm unë tha, po ata që do vinë pas me, tha, që do vinë nga Vlora. Do I shfarosin që të gjitha, sepse I kam listën tha, e çova listën tha në Vlorë. Unë tha mbeta pa fjalë tha, sepse një organizim tha kaq perfekt se kisha para asnjëherë. Dhe çfarë bëra tha? Dërgova njërin tha nga punëtorët e mi tha që të shkonte dhe të fliste me mafiozët e zonës. Dhe u thash, dëgjoni, shqiptarët nuk janë si italianët. Bëni kujdes sepse këtu do bëhet luftë e tretë botërore. Kështu që biuni dakord çfarë do bëni edhe lëreni këtu këtë bisedë. Saqë kapua I tyre, pra bosi mafjes, shkoi vetë dhe bëri mbledhje me ata dhe u tha atyre mos I prekni me ata. Tani pse pa u them këtë? Sepse ky Gratteri thotë që ndër vite thotë kanë patur probleme mafia shqiptare me mafian italiane. Nëse mbani mend në vitin 2008 kanë vrarë 2 shqiptar në Napoli. Kishin kapur pothuajse gjysmën e Napolit me lëndë të ndryshme. Dhe pinin përpara barit birra pa asnjë problem, nuk e çanin kokën, nuk e dinin që këtu mafiozët ruhen me bodyguard, ruhen sepse ka rivale të mëdha. Për më tepër ishte vetëm fillimi atëre dhe duhet të ruheshin akoma më shumë. Në fakt I vranë mund mes të barit aty. Mirë po, më vonë u vranë 13 nga këta mafiozët italianë. Dhe nuk dihet se kush, por un kam një ide se kush. Megjithatë, ndër vite e përsëris dhe njëherë ka patur probleme të mëdha, përplasje të mëdha të bandave italiane me atë shqiptaren. Dhe shqiptarët kanë vënë gjurmë, pra kanë lënë gjurmë të rëndësishme këtu në mafien italiane, saqë e detyroi mafien, po ja u them, e detyroi mafien italiane që të lidhet me mafien shqiptare, por me nivele të larta. Po flasim në Shqipëri, merreni me mend që nëse keni parë dhe në përlajme, një nga bosat e mëdhenj që e zbuluan jetonte në Shqipëri. E zbuluan aty, por ka dhe të tjerë që jetojnë në Shqipëri dhe nuk flasin fare, jetojnë në përmale dhe organizojnë që atje. I organizojnë shqiptarët për të mos patur probleme dhe të kenë lidhje reciproke. Ju çfarë mendimi keni për këtë? Sepse mafia ka gjithandej, por kjo lidhja e mafisë shqiptare me mafien italiane që është e vërteta është që mafia lindi nga italianët. Pra që të futesh në zemrën e mafjes italiane, pra shqiptarët kanë arritur në nivele të larta. Sigurisht, me fjalë flitet për miliarda euro që bëjnë xhiron e botës, shkojnë deri në Meksik, pastaj kthehen, shkojnë ande nga vendet e Azisë, pastaj kthehen gjithmonë në Shqipëri, në Itali, me anë të mallrave, me anë të çfarë t'ja them. Janë komplekse. Megjithatë nuk dua që të zgjatem shumë se ku I dihet me këta. Por që doja t'i thoshe që sidoqoftë mafia ka qenë është dhe do të mbetet, por mafia shqiptare është futur në nivele të larta me Italinë. Ju çfarë mendimi keni? Megjithatë pres komentet tuaja dhe të mbani mend që
këto lëndët i lë vet shteti, sepse ndryshe i di se kush janë, çfarë bëjnë dhe i lë vet shteti, sepse si do bëhet një shtet në këmbë. Nuk e di, ka shumë njerëz që e përdorin edhe në farmaci, përdorin edhe njerëz normal dhe kryesisht i përdorin ata që janë të nivelet larta. Megjithatë, pres komentet tuaja, ditë mbar.